Kolonoskopia është procedurë mjekësore e cila ekzaminon pjesën e poshtme të traktit gastrointestinal. Doktor Idal Jaka, gastroenterolog, ka treguar edhe moshën se kur rekomandohet të bëhet ky ekzaminim. Sipas rregullës, kolonoskopi ose kolonoskopia duhet të realizohet tek secili mbi moshën 50 vjeçare, domethënë nuk përjashtohet askush, për shkak se mundësia, domethënë pas kësaj moshe për formimin e polipeve është shumë e lartë. Përjashtim bëjnë personat të cilët kanë anamnezë familjare pozitive. Secili i cilin familjen e ngushtë ose të gjerë, ka persona të cilët kanë pas problem me kancer zorës trash. Ata duhet të realizojnë këtë ekzaminim gjithsesi në moshën 40 vjeçare. Doktori Jaka ka bërë të ditur edhe se sa zgjat procedura e kolonoskopisë. Si ekzaminim endoskopik, domethënë kolonoskopia zgjat më tepër se gastroskopia, siç thash është edhe më sfiduese. Mesatarisht domethënë 20 deri në 30 minuta, kemi pasur raste kur ka zgjat edhe 1 orë. Edhe pastaj domethënë vjen në pyetje nëse pacienti ka edhe polipe, disa polipe, çdo heqje e polipit merr kohë, varësisht prej pozitës në cilën ndodhet ai, domethënë marrë në përgjithësi, domethënë 30 minuta, maksimumi shkon deri në 1 orë. Zgjatja me temë, domethënë më shumë se 1 orë, unë konsideroj që duhet të ndërprehet, domethënë sepse sa më gjatë që zgjat procedura, pacienti duhet të marrë më tepër, domethënë substanca sedative, me përjashtim të rasteve, domethënë kur ka ndonjë patologji që duhet të vazhdohet, përndryshe domethënë duhet të ndërpritet domethënë si ekzaminim. Mirë, po në përgjithësi domethënë nuk zgjat më shumë se kaq. Tutje gastroenterologu Jaka ka treguar edhe për disa nga indikacionet e ndryshme që mund të identifikohen me anë të kolonoskopisë. Sa i përket ekzaminimeve, domethënë përveç këtyre polipeve të cilat i përmendëm dhe identifikimin e hershëm të tyre, domethënë kolonoskopia, domethënë mund të realizohet në rastet kur pacienti për shembull vjen me barkëqitje të vazhdueshme kronike, domethënë çdo barkëqitje kronike duhet të sqarohet pse arsyeën dhe shkaktarin. Në këtë rast domethënë një prej shkaktarëve për shembull është edhe koliti mikroskopik. Domethënë është një sëmundje e cila makroskopikisht nuk vrehet asnjë gjë, ndërsa me ekzaminim histopatologjik vrehen domethënë ato ndryshimet, prandaj në këto raste domethënë duhet të merren domethënë prova në tërë gjatësinë e kolonit. Doktor Jaka, mes tjerash, është shprehur se është mirë që pacientët të bëjnë kontrolla të ndryshme apo ekzaminime të tilla edhe pa pasur simptoma për ndonjë indikacion.